Shërimet shpirtërore në kohën e sotme. Është e qartë se secilit njeri I interesojnë problemet e shërimit të sëmundjeve trupore dhe të zgjidhjes së problemeve shoqërore. Çfarë sjell në të vërtetë shërimi? Ku fshihet fuqia shëruese? Secili nga ne së paku një herë e ka parashtruar këtë pyetje. Përgjigja është e thjeshtë, fuqia shëruese pushon në ndërdijen e secilit njeri, kurse ndryshimi I qëndrimit të sëmurit e liron dhe e nxit atë që të fillojë të veprojë. Asnjëherë asnjë mjek, asnjë psikolog, asnjë psikiatër, asnjë prift afallxhi nuk e ka shëruar asnjë të sëmur. Fjala e lashtë thotë, mjeku plagën e lidh me fash, kurse Zoti e shëron. Psikologët dhe psikiatrit I eliminojnë ploqet dhe në këtë mënyrë e lejojnë principin shërues duke I kthyer shëndetin të sëmurit. Ngjashëm me këtë edhe kirurgu eliminon pengesën fizike në organizëm, pas së cilës rryma shëruese për të rinë funksionin e vet normal. Asnjë mjek nuk do të pohojë me këmbëngulje se pikërisht ai e shëroi pacientin, por këtë sukses do t'ja njohë fuqisë shëruese që ka emra të panumërt, natyrë, jetë, Zot, inteligjencë krijuese ose fuqi e ndërdijes. Siç është thënë edhe më parë, ka shumë metoda të ndryshme të eliminimit të pengesave mentale, emocionale dhe fizike që pamundsojnë qarkullimin e lirë të principit shërues të secilit prej nesh. Principi shërues, I vendosur diku thellë në pjesën e ndërdijes së mendjes, është në gjendje dhe I gatshëm që në udhëheqjen e vetëdijes së vet, atë vetëdijes së dikujt tjetër, ta shërojë shpirtin dhe trupin nga çdo sëmundje. Principi shërues vepron në brendi të secilit njeri, pa dallim ngjyre, race, feje. Pra, nuk është e nevojshme të jesh pjesëtar I ndonjë kishe as sekti të veçantë, sepse ndërdia do t'ju shërojë vendin e djegur ose të prerë në dorë, madje edhe nëse vetin e llogarisni si ateist a agnostik. Veprimi bashkëkohor I terapisë shpirtërore bazohet në faktin e provuar se forca e paskajshme dhe mençuria e ndërdijes reagon sipas besimit që I kushtohet asaj. Prifti, gjatë kësaj, I përmbahet përcaktimit të Biblës, tërhiqet në botën e vet dhe e kyç derën pas vetes, që do të thotë se qetësohet, relaksohet dhe I dorëzohet mendimit të fuqisë së paskajshme shëruese në vetvete. Pra, e mbyll derën e mendjes për çdo gjë që nga jashtë do të mund ta pengonte dhe qetë e me bindje I kthehet ndërdijes së vet, duke ja rrëfyer dëshirën a kërkesën e vet, duke kuptuar se përgjigjja do të jetë në pajtim të plot me nevojat e tij. Vallë, a nuk është e mrekullueshme të dihet se ajo që është krijuar në mendje më në fund do të realizohet? Mu këtu qëndron thelbi I qëndrimit. Beso se ke dhe do të kesh. Në këtë është bazuar terapia bashkëkohore lutëse. Procesi I përgjithshëm I shërimit. Ekziston vetëm një proces I përgjithshëm shërues, I cili vepron ndaj çdo gjëje dhe ndaj çdo kujt, ndaj maces, qenit, drurit, barit, frymës, tokës, sepse çdo gjë në këtë botë në vete mban frymën të jetës. Ky princip jetësor vepron në mbretërinë e shtazëve, të bimëve dhe të mineraleve si instinkt dhe si ligj I rritjes dhe I zhvillimit. Njeriu, për dallim nga të tjerët, është I vetëdijshëm për veprimin e principit jetësor dhe me vetëdijen e vet është në gjendje që atë ta orientojë drejt mirëqenies së vet. Ka shumë aspekte, teknika dhe metoda të ndryshme të përdorimit të kësaj fuqie universale, por duhet pasur në tërmend se ekziston vetëm një proces shërues, I cili quhet besim, bindje, u bëft sipas besimit tuaj. Ligji I besimit.
Secili religjion paraqet formë të caktuar të shfaqjes së bindjes njerëzore, të besimit njerëzor, gjatë së cilës besimi arsyetohet në mënyra krejtësisht të ndryshme. Ai është ligji i jetës. Besimi është mendim në mendjen e njeriut, e cila fuqisë së ndërdijes ja mundëson shpërndarjen në të gjitha fazat e jetës së tij, në pajtim me mënyrën e zakonshme të menduarit. Duhet pasur ndërmend se Bibla asnjëherë nuk flet për besimin në formë rituali, në formë ceremonie, në formë institucioni e tjerë, por për të besuarit si çështje më vete. Ajo se çka beson mendja e njeriut është vetëm mendim i kësaj mendjeje dhe asgjë tjetër. Nëse mund të bësh gjë, i përgjigje Jezusi, gjithçka është e mundshme për atë që beson. Marku 9:23. Është iracionale të besosh në atë që sjell dhimbje ose në atë që shkatërron shpirtin. Kini ndërmend se nuk është e dëmshme ajo në çka besohet, pra vetë besuarit, gjëjsisht mendimi që sjell rezultatin. Të gjitha përvojat, të gjitha veprimet, të gjitha vetitë dhe ngjarjet në jetë janë jehone mendimeve të lindura në mendjen e njeriut. Terapia lutëse. Kjo metodë paraqet veprim të përbashkët, të sinkronizuar, të harmonizuar dhe inteligjent të nivelit të vetëdijes dhe të ndërdijes së mendjes, të drejtuar në drejtim të caktuar dhe me qëllim saktësisht të caktuar. Gjatë të luturit shkencor, gjëqësisht, terapisë lutëse, gjithnjë është e nevojshme të dihet se ç'është duke u bërë dhe për çka është duke u bërë. Duke ja falur besimin ligjit të shërimit, siç dihet, terapia lutëse quhet edhe lutje e bazuar shkencore ose veprim shpirtëror i bazuar në lutje. Detyra e parë e njeriut, i cili vetvetes ja ushtron terapin me lutje, është që ta zgjedhë idenë, planin ose përfytyrimin që dëshiron ta përjetojë. Pastaj bën çdo gjë që në jetë i vetëdijshëm për aftësinë e vet të jetë, pra i vetëdijshëm, që këtë ide t'ja përcjell ndërdijes së vet, në atë mënyrë që ta ndjej, ata besoj se gjendja e paramenduar paraqet realitet. Po qese i mbetet besnik qëndrimit të tij mendor, lutja do t'i plotësohet. Pra, terapia lutëse paraqet veprim saktësisht të caktuar mendor me qëllim të caktuar saktësisht. Të paramendojmë se mendimin e terapisë lutëse arrini të shërbeheni, gjëqësisht të liroheni nga ndonjë problem. Do të niseni nga fakti se vështirësia, a sëmundja, është pasojë e mendimeve negative të ngarkuara me frikë dhe të vendosura thellë në ndërdije. Po qëse ju shkon përdore ta lironi ndërdijen nga këto farë mendimesh, atëherë do të liroheni edhe nga problemi. Prandaj, fuqisë shëruese të ndërdijes dhe vetvetes t'i ktheheni shumë herët. Ja përsërisni atë që është e njohur për aftësinë e saj, me qëllim që t'ju sjellë shërim. Pas një kohe, frika fillon të zhduket, ndërsa vendin e saj fillojnë ta zënë besimet e vërteta. Mëtej është e nevojshme që shumë herë t'i shprehet mirënjohje shërimit, i cili në mënyrë të paluhatshme do të pasojë. Kjo edhe pjesën e vetëdijshme të mendjes me kujdes do ta mbrojnë nga të menduarit për problemin. Gjatë lutjeve nuk duhet menduar negativisht, madje as edhe për një moment nuk duhet dyshuar në përfundimin pozitiv. Qëndrimi i tillë mendor shpije deri te lidhja e vetëdijes me ndërdijen, që nga ana e vet liron fuqinë shëruese të ndërdijes. Të shëruarit me imagjinat. Veprimi, i cili në mënyrë të popularizuar quhet shërim me ndihmën e besimit, nuk e kupton besimin në kuptim biblik, që nga ana e vet do të thotë të njohurit e procesit të përshkruarit të pjesës së vetëdijshme dhe të ndërdijshme të mendjes. Përkundrazi, shëruesi me ndihmën e besimit nuk posedon kurrfarë njohuri shkencore të fuqive me të cilat vepron, edhe pse shpesh pohon se ka aftësi të veçantë shëruese. Rezultati pozitiv, në të vërtetë, është pasojë e faktit se i sëmuri pa rezervë beson në përfundim pozitiv.
Është e vërtetë se fallxhinjt shërojnë me namatisje, me fall, se shërimin nganjëherë e sjell vetëm të prekurit e ishtrave të shenjtëve. Mirë po, kemi të bëjmë vetëm me faktin se pacienti në mënyrë të sinqertë beson në veprimin e propozuar dhe në efektivitetin e tij. Secila metodë që e largon frikën dhe brengosjen, ndërsa i hap rrugë besimit dhe shpresës, do të sjellë shërim. Shumë pseudomjek pohojnë se e njohin teorinë e drejtë të vetme e të vërtetë, sepse kjo teori e tyre sjell rezultate pozitive. Kjo, siç tham, nuk mund të jetë e saktë. Si shembull të veprimit të besimit të parezervë, ta përkujtojmë diskutimin ton të parë për mjekun zviceran Franz Mesmerin, që në vitin 1776 pohonte se arrinte shërime të prekurit të trupit të sëmurit me magnetizim shtazor, për të cili mendonte se paraqet fluidin që depërton në tërë universin. Mirëpo, më aktiv është pikërisht në organizëm të njeriut. Mëtej thotë se është në gjendje që fluidin e cekur t'ia përcjellë të sëmurit dhe në këtë mënyrë e shëron. Shumë vetë u vërshuan te doktor Mesmeri, me çrast u bën shumë shërime të mrekullueshme. Mesmeri ishte shpërngulur në Paris. Qeveria kishte emërtuar komisionin e përbërë prej mjekësh dhe antarësh të Akademisë Shkencore, antar i së cilës ishte edhe Benjamin Franklin, që t'i verifikoi shërimet e lajmëruara. Raporti i komisionit i vërtetoi pohimet kyçe të Mesmerit, edhe pse cekej se nuk ishte prova konkrete të rregullsisë së teorisë së tij të fluidit magnetik dhe pohoi se të gjitha efektet pozitive në të vërtetë ishin prodhim i veprimit të imagjinatës së të sëmurëve. Së shpejti, Mesmeri u dëbuan nga Franca, ndërsa në vitin 1815 vdiq. Dr. Brady, mjek nga Manchesteri, u përpoq të vërtetonte se shërimet e Mesmerit nuk kanë kurfar lidhjesh me fluidin magnetik. Ai zbuloi se gjatë gjumit hipnotik, ku pacienti i nënshtrohej ndikimit të sugjestionimit të fortë, lajmërohen gati të gjitha paraqitjet, të cilat Mesmeri ja përshkruante magnetizimit. Pra, është krejtësisht e qartë se në rastet e përshkruara, shërimi pasoi pas aktivizimit të imagjinatës të sëmurit dhe atë me ndihmën e sugjestionit të fortë të terapeutit. Veprimin e këtill mund ta quajmë si metodë shërimi me besim të parezervë. Të besuarit subjektiv dhe domethënia e tij. Të rikujtojmë qëndrimin se pjesa subjektive, gjithsesi pjesa e ndërdija e mendjes së njeriut, një lloj i nënshtrohet kontrollit të pjesës së vet objektive, gjithsesi të vetëdijshme të mendjes, sikurse sugjestionet nga jashtë. Nga kjo rrjedh se pavarësisht nga të besuarit objektiv, ndërdija gjithnjë gjendet nën kontrollin e sugjestionit, kështu që secila dëshirë do t'jetë e plotësuar, po që se ekziston besimi aktiv a pasiv. Besimi i nevojshëm për shërim shpirtëror është vetëm subjektiv që krijohet, gjithsesi që lind pas ndërprerjes së kundërshtimit aktiv të pjesës objektive a subjektive të mendjes. Për shërim trupor është i dëshiruar të ekzistuarit dhe të vepruarit e përbashkët të besimit të vetëdijshëm dhe të ndërdijshëm. Nga ana tjetër, veprimi i tyre i përbashkët nuk është përherë edhe i domosdoshëm, po që se i dorëzohen në gjendje së pasivitetit dhe, duke rënë në gjumë të lehtë, e hapni mendjen dhe trupin ndaj sugjestioneve anësore ose ndaj përjetimeve tuaja subjektive. Para pak kohësh më pyeti një njeri, si është e mundur që priftit më shëroj? Nuk i pata besuar kur më tha se sëmundja nuk ekziston, se tërën e kam imagjinuar vetë. Ky njeri në fillim ka menduar se prifti po e nënçmon inteligjencën e tij dhe ka kundërshtuar këtë absurditet të dukshëm, siç është pohimi se fenomeni i sëmundjes nuk ekziston. Ajo që kishte pasuar më vonë është krejtësisht e thjeshtë. E qetësuan fjalët e buta të priftit dhe ai kishte rënë në pasivitet të plot, një kohë as nuk kishte folur e as që kishte menduar gjë.
Prifti me zë të prerë dhe të qartë disa herë ja kishte përsëritur se e pret shërimi, se para tij ishte një jetë me shëndet të përkryer, me paqe e me harmoni. Njeriu menjëherë kishte ndjerë një lehtësim të thellë, ndërsa shëndeti u kthye. Është e qartë se në këtë shembull del në pa besimi subjektiv i pacientit. Prifti e ka vënë në gjendje të pasivitetit të plot dhe pastaj në ndërdijen e tij e ka futur idenë e shëndetit të përsosur. Pra, këtu veprojnë dy mendje subjektive. Prifti gjatë kësaj nuk i kundërvijej autosugjestionit të cëmurit, i cili gjithnjë lind nga dyshimi objektiv në fuqinë e pseudomjekut dhe në rregullsinë e teorisë së tij. Në gjendjen e të koturit dhe të joshurit, rezistenca e pjesës së vetëdijshme të mendjes është vënë në nivel më të ulët, prandaj rezultati pozitiv nuk mungoi. Me fjalë të tjera, ndërdija e të sëmurit lehtë ka rënë nën kontrollin e sugjestionit të priftit dhe menjëherë ka filluar të veprojë ka shërimi në pajtim me këtë sugjestion. Shërimi në mungesë. Paramendoni se ju është sëmurur nëna, e cila jeton në ndonjë qytet tjetër që gjendet shumë larg nga qyteti juaj. Edhe pse në pamundësi që fizikisht të gjendet pranë jush, ajo mund ta ndjejë efektin e veprimit të shërimit me ndihmën e ndërdijes. Pjesa krijuese e mendjes suaj, ndërdija, edhe kësaj here do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme. Veprimi të cilit i mbështeteni ka për qëllim që në përbërjen tuaj shpirtërore ta fusë idenë e harmonisë dhe të shëndetit. Kjo ide, duke përvetësuar forcën e ndërdijes suaj, fillon të veprojë edhe nëpërmjet ndërdijes së nënës suaj. Siç është thënë edhe më parë, në tërë gjithësinë ekziston vetëm një mendje krijuese. Kur në mendjen tuaj lind ideja e shëndetit, e vitalitetit dhe përsosshmërisë, ajo menjëherë fillon të veprojë në mendjen e tërësishme universale. Me fjalë të tjera, i vë në veprim fuqitë subjektive të jetës, të cilat shfaqen edhe nëpërmjet trupit të nënës suaj, duke ja sjellë shërimin. Mendja nuk e njeh kohën dhe as hapësirën. Një mendje e vetme ju përfshin edhe juve, edhe nënën tuaj, pavarësisht se ku gjendeni momentalisht. Nga kjo rrjedh se shërimi në mungesë, si shfaqje e kundërt ndaj shërimit në prezencë të sëmurit, nuk ekziston, sepse mendja universale është gjithë prezente dhe gjithë përfshirëse. Shi për këtë as mos provoni t'i përcjellni mendimet e juaja e as mos i mbani për vete ato. Telepatia në kuptimin që sot i kushtohet nuk ekziston. Veprimi të cilin e kryeni në të vërtetë është lëvizje e vetëdijshme e mendimeve. Në momentin kur do t'jeni të vetëdijshëm për vetit, siç janë shëndeti, mirëqenia dhe relaksimi shpirtëror, ato do të paraqiten edhe në përvojën e nënës suaj, si dhe do t'japin rezultat të dëshiruar. Ja një shembull i përkryer i të ashtu quajturit shërim në mungesë. Para ca kohësh, një dëgjuese nga Los Angelesin në emisionin ton të radios, nënës së vet, e cila ishte në New York dhe shtrirë nga një sëmundje trombozës koronare, u përpoq t'i ndihmojë në këtë mënyrë. Fuqia shëruese depërtoi deri te shtrati ku është shtrirë nëna ime. Gjendja e saj trupore është vetëm pasqyrimi i mendimeve të saja, një lloj sikurse drunjt që i lëshojnë hijet e veta në tokë. E di se po qese dëshiroj ta ndryshoj pamjen e hijeve, domosdo duhet t'i ndërroj edhe format që i krijojnë ato. Mendja ime shërben si lidhse ndërmjet mendjes së nënës dhe asaj universale. Prandaj do ta përfytyroj harmoninë, tërësinë dhe shëndetin e përsosur. Fuqia e pakufishme shëruese, e cila ja ka krijuar trupin dhe gjithë organet e trupit të nënës ime, përsëri depërton në brendi të secilit atom të qenies së saj, si dhe lumi i qetësisë përsëri rrjedh nëpër çdo qelisë të trupit të saj. Mjekët dhe të gjithë të tjerët që vinë në kontakt me nënën time gjenden nën kontrollin e fuqisë shëruese.
Përqëndrohem fort në principin e dashurisë dhe të jetës, si dhe e di dhe jam e bindur se harmonia, shëndeti dhe qetësia do të fillojnë të shfaqen edhe në trupin e saj. Dëgjuesja disa herë në ditë lutej në mënyrën e përshkruar më lartë dhe nëna për të çuditë mjeku të vet për më pak se 7 ditë ju shërua plotësisht. Mendimi i fortë i së bijës pra i liroi fuqitë krijuese të mendjes subjektive që u shfaqën në trupin e nënës së saj në pamje të harmonisë dhe të shëndetit të përsosur. Të gjithë ato për të cilat e bija besonte se vlejnë për nënën, në të njëjtën kohë u përjetuan nga ëma, në çmënyrë edhe pasoi shërimi i shpejtë. Të liruarit e veprimit kinetik të ndërdijes. Miku im, psikolog me profesion, më është ankuar nga sëmundja e mushkërive. Analiza dhe incizimi i rentgenologjik tregon prezencën e tuberkulozit në njërin anë të mushkërive. Ka vendosur që për çdo mbrëmje para fjetjes me zë të lehtë të vendos dhe të përsëris fjalët. Secila qeliz, secili nerv, secila pjesë e indeve dhe mushkërive të mia spastrohet dhe bëhet pjesë e principit universal të përsosur. Trupi tim të tërë i kthehet harmonia dhe shëndeti i përsosur. Fjalët ndoshta nuk janë cituar me precizitet të plot, por thelbi i tyre është i saktë. Miku im plotësisht u shërua për më pak se 1 muaj. Incizimi rentgenologjik nuk tregoi kurfar gjurme të sëmundjes. Dëshirova që të njoftohesha me metodën e tij dhe pyeta pse fjalët i përsëriste mu para fjetjes. Ja se si mu përgjigj. Veprimi kinetik i ndërdijes vazhdohet edhe gjatë kohës së gjumit. Përgjigja mu dukte e mençur. Gjatë gjithë kësaj, derisa mendonte për harmoninë dhe për përsëritjen e shëndetit, sëmundjen e vet asnjëherë nuk e emërtoi. Në lidhje me këtë, e shoh si shumë të rëndësishme të theksoj që rreth problemit as sëmundjes asnjëherë të mos flisni me të tjerët, si dhe mos e sillni ndërmend dhe as mos e emërtoni saktësisht. Sëmundja i thith lëngjet e veta pikërisht nga kujdesi që ja kushtoni dhe nga frika që ndjeni prej asaj. Bëhuni si psikologu i cekur, kirurg i shpirtit tuaj. Largojeni brengën tuaj mu sikurse degët e thara e të panevojshme. Po që se pa ndërprer i ktheheni dhimbjes suaj, e ndaloni veprimin kinetik të ndërdijes, gjegjësisht e ndaloni fuqinë dhe energjinë e saj shëruese. Plotsojeni shpirtin tuaj me të vërteta të mëdha jetësore dhe nisuni ka ndriçueshmëria. Disa këshilla të përmbledhura. Konstatoni se ç'është ajo që ju sjell shërim. Duhet pasur ndërmend se udhëzimet e drejta që ja jepni ndërdijes do t'ju shpihen ka shërimi. Paramendojeni qëllimin dhe përpiquni që ta ndjeni si të vërtetë. Këmbëngulni në këtë dhe rezultati nuk do t'ju mungojë. Përcaktojeni natyrën e vërtetë të besimit. Mbani mend se besimi është mendim i krijuar në mendje, njeriu bën vetëm atë që e krijon në mendjen e tij. Nuk duhet menduar në sëmundje dhe në atë që ju sjell dëm. Besoni në shëndet të përsosur, në përparim, në paqe, në pasuri. Mendimet bujare me të cilat e vërshoni mendjen tuaj do të bëhen vepra të tilla siç i mendoni. Përdoreni fuqinë e terapisë lutëse në jetën tuaj, zgjidheni planin përkatës, idenë për fytyrimin. Mentalisht dhe emocionalisht bëhuni me këtë ide dhe po i qëndruat besnik qëndrimit të tillë, lutja do t'ju pranohet. Gjithnjë duhet pasur ndërmend se fuqinë shëruese mund ta përvetësoni vetëm me ndihmën e besimit e asesi ndryshe, që do të thotë duke njohur mënyrën e veprimit të mendjes suaj të vetëdijshme dhe të ndërdijshme. Besimi vjen vetëm pas të kuptuarit. Besimi i pa rezervë do të thotë se deri te shërimi arrihet edhe pa të kuptuarit e fuqive të pseudomjekëve. Mësohuni të luteni edhe për ata që i doni e që janë të sëmurë. Futeni qetësi në shpirt.
Pastaj, idetë të shëndetit, të vitalitetit dhe të përsosshmërisë me ndihmën e mendjes subjektive universale do të fillojnë të veprojnë në ndërdijen e më të dashurve tuaj. Teknikat praktike shëruese. Inxhinieri i njeh teknikat dhe veprimet e ndërtimit të urës atë konstruksionit të makinës. Mendja e njeriut, njëlloj sikurse inxhinieri, sundon, kontrollon dhe drejton jetën e njeriut. Me rastin e ndërtimit të ndonjë ure të madhe, konstruktori kryesor me kuptueshmëri u përvishet principeve matematikore ku bazohet ndërtesa. Pas kësaj, përfytyrohet ura ideale me ata ngjyrit të lumit të dhënë. Hapi i tretë është përdorimi i metodave të provuara dhe të vërtetuara, pas të cilave ura merr formën e vet dhe njerëzit fillojnë ta shfrytëzojnë. Ngjashëm me këtë, ekzistojnë teknika dhe metoda që plotësojnë secilën lutje. Po që se ndonjë lutje është plotësuar, atëherë patjetër duhet ekzistuar mënyra se si ka ndodhur kjo, sepse asgjë nuk ndodh rastësisht. Jemi duke jetuar në botën e ligjit dhe të rregullit. Në këtë kapitull do të njiheni me teknikat praktike të ringjalljes dhe të pasurimit të jetës suaj shpirtërore. Lutja, gjegjësisht dëshira, nuk guxon t'i ngjaj balonit të mbushur me ajër, i cili në mënyrë të pakuptimt qëndron pezull duke e bartur era. Secila dëshirë, secila lutje do e mos duhet pasur qëllimin e vet dhe kjo patjetër duhet ju sjell ndonjë përparim në jetën tuaj. Duke analizuar lutjen, do të zbulojmë se ka shumë aspekte të ndryshme të ofruarit të kësaj gjëje. Ky libër nuk merret me lutje formale a me rituale që përdoren me rastin e kryerjes së shërbimit fetar. Këtë fenomen u lëm atyre që merren me studimin e religionit si shfaqje grupore. Neve na interesojnë metodat e lutjes individuale që përdoren në jetën e përditshme dhe atë si ndihmë vetes dhe të tjerëve. Lutja paraqet idenë e formuar të një gjëje që dëshirojmë ta realizojmë. Ajo është dëshirë e sinqertë e shpirtit të njeriut, kështu që secila dëshirë një herësh është edhe lutja. Deri te paraqitja e saj vjen në bazë të nevojave më të thella të njeriut dhe ajo i zbulon synimet deri atëherë të fshehura. Teknikat e mospërfilljes. Qëllimi i kësaj teknike është nxitja e ndërdijes për të marrë përsipër kërkesën me atë formë që ja jep vetëdia. Teknika e mospërfilljes më së miri përdoret në gjendje të kotjes, duke menduar se thellën e vete posedoni inteligjencë dhe fuqi të paskajshme, qetë përkujtojeni atë që dëshironi t'ju realizohet. Pastaj letas, gjithashtu në mendime, barteni deri në fazën e pjekurisë. Në të vërtetë, veproni sikurse ajo vashësa që ishte ftohur thellë dhe e cila pa ndërprerë dhe me bindje përsëriste. Tash, nuk kam më dhimbje, po më kalon. Sëmundja vërtet I kishte kaluar pas vetëm disa orësh. Këtë teknik përdoreni me bindje të plotë. Ndërdia e pranon planin e ofruar. Kur ndërtoni shtëpi, gjithmonë doni që punëtorët rreptësisht I përmbahen planit arkitektonik. I kushtoni kujdes materialit dhe e zgjidhni atë sipas kërkesës suaj. Mirë po ç'ndodh me shtëpinë e shpirtit dhe me planin tuaj shpirtëror për lumturi e për begati. Të gjitha përvojat tuaja, të gjitha përjetimet tuaja, çdo gjë që në çfarëdo mënyre hyn në jetën tuaj, varet prej natyrës së materialit që e përdorni për ndërtim të shtëpisë shpirtërore. Po që se plani juaj është plotësuar me forma shpirtërore të frikës, të brengës, të vështirësive, si dhe po që se jeni në dyshim, cinik dhe kritik, struktura e materialit shpirtëror që e futni në mendjen tuaj do të vijë në shprehje në formë të brengave të reja, të ngarkesës psikike dhe të shtrëngimeve të gjitha llojeve. Ndërtimi me mençuri I vetvetes paraqet veprim kyç dhe më të largshkuar njerëzor. Secili prej nesh në secilin moment e ndërton shtëpinë e vet shpirtërore, gjatë së cilës mendimet dhe përfytyrimet paraqesin planin sipas të cilit ngrihen muret e saj.
Nga ora në orë, nga momenti në moment, mendimet, idet, besimet dhe skenat që i paramendoni në studion e fshehur të mendjes suaj e ndërtojnë shëndetin, suksesin dhe lumturinë tuaj, por edhe të tërët që gjenden në të kundërtën e tyre. Godina për të cilën flasim është personaliteti i njeriut, identiteti i tij, jeta e tërë dhe e vetme e tij në tokë. Prandaj, krijoni plan të ri, krijoni paqe, harmoni, gëzim dhe disponim të mirë. Futeni në ndërdije planin tuaj të ndryshuar, i cili do t'ju realizohet me përpikëri. Lutja si shkencë dhe si aftësi. Fjala shkencë na tregon diturinë e rregulluar e të sistematizuar. Në kuptim të tillë, duhet pasur ndërmend shkencën dhe aftësinë e lutjes që merren si me principet themelore të jetës, ashtu edhe me teknikat dhe veprimet e saj. Me ndihmën e tyre këto principe arrin të shprehen në jetën e secilit individ që i përdor ato me besnikëri. Aftësia i përfshin teknikat dhe veprimet, ndërsa shkenca, e cila qëndron prapa tyre, paraqet përgjigjen e caktuar saktësisht të mendjes krijuese ndaj përfytyrimit atë menduarit. Lypni e do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni e do t'ju çelet. Mateu 7:7. Bibla thot se do të fitoni çdo gjë që keni kërkuar, do t'ju çelen dyert ku do të trokitni, si dhe do t'a gjeni atë që keni kërkuar. Kjo nënkupton të ekzistuarit e ligjeve të caktuara mendore dhe nënkupton gjithashtu edhe të ligjeve të caktuara shpirtërore. Të menduarit e vetëdijshëm gjithnjë merr përgjigje të përnjëhershme nga inteligjenca e paskajshme e vendosur në ndërdije. Po që se lypni buk nuk do t'ju jepet gur. Mendja, sipas natyrës së vet, niset prej abstraktes ka konkretja. Pra, po që se së pari nuk lind mendimi, mendja nuk do të mund të lëviz, sepse nuk do të ketë udhë rrëfyes. Me fjalë të tjera, lutja, si akt mendor, patjetër së pari duhet të përvetësohet si përfytyrim, para se fuqia e aftë e ndërdijes të fillojë të veprojë sipas saj. Mendja domosdo duhet të arrijë në gjendje përvetësimi, domethënë në gjendje të pajtueshmërisë absolute dhe të pakundërshtuar. Qëndrimi i përshkruar mendor do të duhet të ishte i përcjellë me ndjenja lumturie dhe çlodhjeje, pasi që ka gjasa të realizimit të dëshirës së paramenduar. Bazën kryesore të lutjes si shkencë dhe si aftësi e paraqet njohuria dhe bindja se lëvizja e vetëdijes do të hasë në reaksion gjegjes të ndërdijes, të pajisur me mençuri dhe me forcë të paskajshme. Por që si i përmbaheni veprimit të cekur, lutjet tuaja gjithmonë do të jenë të pranuara dhe të plotësuara. Teknika e përfytyrimit. Metoda më e lehtë dhe më bindëse e krijimit të idesë është përfytyrimi i saj. Syri i thjesht mund të shohë vetëm atë që tashmë ekziston në botën e jashtme. Ngjashëm me këtë, çdo gjë është e mundur të përfytyrohet, në fakt ajo ekziston në botën e padukshme të së njëjtës mendje. Çdo përfytyrim është thelbi i asaj në çka shpreson njeriu, si dhe provë e ekzistimit të gjësendeve që nuk mund të shihen. Ajo që lind në imagjinat është po aq reale sa edhe cilado pjesë e trupit. Ideja dhe paramendimi janë përfytyrime të vërteta e konkrete, të cilat si të tilla do të paraqiten edhe në botën objektive, po që se njeriu i ka krijuar dhe u përmbahet me besnikëri proceseve të veta mendore. Procesi i të menduarit krijon përshtypje afatgjatë, ndërsa këto, nga ana e vet, pas një kohe të caktuar, marrin formë të sendeve, pra shndërrohen në fakte a në përvoja të jetës së përditshme. Ndërtuesi e parafytyron tipin e godinës si të përfunduar, pikërisht të atill siç e dëshiron. Përfytyrimet dhe procesi i të menduarit paraqesin mostrën nga e cila lind ndërtesa, e bukur a e shëmtuar, e lartë a përdhese. Përfytyrimi i ndërtuesit projektohet në letër,
Ndërmarrësi siguron materialin e nevojshëm dhe fillon të ngritet. Në mbarim, ajo merr formën që plotësisht i përgjigjet modelit mendor të arkitektit. Gjithnjë veproi sipas teknikës së parafytyrimit para se të dalë në foltoren publike. Së pari e qetësoi mendjen time për të qenë në gjendje që ndërdijes t'ja paraqes mendimet dhe përfytyrimet. Pastaj e paramendoj sallën dhe ulset ku janë ulur meshkujt dhe femrat të frymëzuar dhe të arsimuar nga fuqia e paskajshme shëruese. I shoh se si shndrisin, se si janë të lumtur dhe të lirë. Pra, pasi të kem vendosur thellë ide në mendje, qetë e shndërroj në përfytyrim. Gjatë kësaj i paramendoj njerëzit duke thënë: u shërova, ndjehem për mrekulli. Papritmas mu shtukën të gjitha kokëdhembjet, u transformova. Pamjen e tillë e mbaj në mendje së paku 10 minuta, duke ditur dhe duke ndjerë se shpirtin dhe trupin e secilit në sallë plotësisht u apërshkojnë dashuria, tërësia, bukuria dhe përsosshmëria. Vetëdia më është përfshirë me pamjen e përshkruar deri në atë masë sa që me të vërtetë i ndjej zërat e të pranishmëve që flasin për shërim e për lumturi. Prandaj, mu në këtë moment e largoj përfytyrimin e tillë dhe dal në foltore. Gati për çdo rast, dikush më ndal dhe më thot se lutjet janë pranuar dhe plotësuar. Metoda e filmit mendor. Kinesët thonë, shfaqja vlen sa 1000 fjalë. Babai i psikologjisë amerikane, William James, thekson faktin se ndërdia tenton ta materializojë secilën shfaqje të krijuar në vetëdije dhe të bazuar në besim. Para shumë vitesh, në disa shtete të Perëndimit Qendror, pata ligjërata. I lodhur nga udhëtimet, më lindi dëshira të kem vend strehim të përhershëm në mënyrë që të jem në gjendje të ndihmoj atyre që kishin nevojë. Udhëtimet vazhdimisht më çonin dika, por dëshira nuk më largohej. Një mbrëmje në hotel të shtetit Washington u shtriva për t'u çlodhur. Vëmendjen e lirova nga të gjitha ndikimet e jashtme dhe qetë e me pasivitet paramendova se i drejtohem turmës së madhe me këto fjalë. Jam shumë i kënaqur që gjendem me ju. Jam lutur për një rast të tillë ideal. Në mendje, në vetëdije, e shihja publikun e paramenduar dhe ndjeja atë plotësisht si të vërtetë. E luaja rolin e aktorit në dramatizimin e filmit mendor dhe ndjeja kënaqësi të madhe që e kisha futur mu një shfaqje të tillë në ndërdijen time, sepse isha i bindur se ajo në mënyrë të vetë edhe do të ma realizonte atë. Me të zgjuar, më kishte kapluar një ndjenjë fort qetësie dhe kënaqësie, ndërsa pas ca ditësh mora një telegram me anë të cilit më thirrnin për ta udhëhequr një organizat në Perëndimin Qendror. Thirrjen e pranova dhe në mesin e ri, me kënaqësi të veçantë, jetova disa vjet. Metodën e përshkruar shumëkush e njeh dhe e pranon, duke e quajtur atë si metodë e filmit mendor. Nga letrat e shumta të dëgjuesve të emisioneve të mia në radio, mësoj se mendimin e kësaj teknike arrihen rezultate të mrekullueshme në raste të shitjes së pasurive të patundshme. Prandaj, u propozoj të gjithëve që vendosin të shesin shtëpinë a tokën, së pari në mendime të kënaqen me çmimin që e kërkojnë nga blerësit e mundshëm. Pastaj, nga inteligjenca e paskajshme, do të duhet të kërkonin blerësin që vërtet dëshiron ta blejë atë që i ofrohet dhe se ai pasurinë e tyre të deri atëhershme do të vazhdojë ta ruajë e ta zhvillojë. Mëtej, çlodhjen plotësisht dhe bie në gjysmëfjetje, gjë që çdo ngarkesë psikike e minimizon. Në fund, le ta paramendojnë veten duke mbajtur shumën e parave në dorë, le të kënaqen me to dhe le të bien në gjumë të thellë. Duke ndjerë tërë filmin e luajtur mendor si të vërtetë dhe si të natyrshëm. Përfytyrimi i bazuar me siguri do ta japë rezultatin e pritur. Teknika e Baudouinit. Charles Baudouin ka qenë profesor në Institutin e Rousseaus në Francë.
Ai gjithashtu ka qenë edhe psikoterapeut i shkëlqyeshëm dhe kryesuesi i grupit hullumtues në shkollën e rishëruese të Nansit. Që nga viti 1910 mendonte se idetë në ndërdije më së miri mund të futen në gjendje të koturit, kurse të gjitha vështirësitë trupore dhe mendore paksohen deri në masën më të ulët. Ja modeli i tij. Mënyra më e lehtë që të arrihet kjo, do me thënë që ndërdija të përshkohet nga mendimi i gjegjes, është që ideja se objekti i sugjestionit të përmblidhet në formën sa më të dendur, në fjali sa më të shkurtra, në mënyrë që të mbahen mend lehtë e pastaj pa ndërprerë të përsëriten si një null. Para ca vitesh, një e njohura e re imja ishte zhytur në procesin gjyqësor familjar të trashëgimisë, i cili zgjati shumë dhe i solli mjaft shqetësime. Bashkëshorti ja kishte lënë tërë pasurinë, por fëmijët e tij nga martesa e parë luftonin me hidhërim për të asgjësuar testamentin, pasi që në një farë mënyre kishte dëgjuar për teknikën e Bodwenit. Ja se ç'kishte bërë. Ishte shtrirë në shtrat për të çlodhur, kishte rënë në gjendje të koturit, i kishte përmbledhur dëshirat e veta në një fjali prej gjithsej 6 fjalësh që lehtë mbahen mend. Tërësia ka përfunduar sipas rendit qiellor. Kjo fjali për të do të thoshte se inteligjenca e paskajshme që vepron përmes ndërdijes së saj do ta zgjidhë problemin në pajtim me procesin e harmonisë dhe të përsosshmërisë. Veprimin e njëjtë e përsëriti afro 10 mbrëmje. E vendosur dhe me bindje të thellë ja përsëriste ndërdijes së vet se tërësia ka përfunduar sipas rendit qiellor dhe vazhdonte të flinte normalisht. Ditën e 11, ajo ishte zgjuar me ndjenjën e mirëqenies dhe e bindur se çdo gjë vërtet ka përfunduar. Të njëjtën ditë e kishte thirrur avokati dhe e kishte lajmëruar se paditësit ishin të gatshëm për ndarje jashtë gjyqësore. Me arritjen e marrëveshjes, kokçarjet e saj kishin përfunduar. Teknika e gjumit. Siç u tha edhe më lart, duke u kotur të gjitha brengat paksohen deri në masën më të ulët. Në të vërtetë, në gjendje të fjetur vetëdia gati humb, ndërsa mu para gjumit dhe minjëherë pas zgjimit, ndërdia fiton fuqi më të madhe. Atëherë, plotësisht zhduken mendimet negative që tentojnë ta asgjësojnë dëshirën, si dhe ta pengojnë ndërdijen gjatë pranimit të saj. Të supozojmë se dëshironi ta zhdukni ndonjë shprehi të keqe. Merrni pozitë të përshtatshme, çlodhuni dhe qetësohuni. Kotuni dhe lehtë filloni të përsërisni sikur doni të flini. U lirova nga ajo shprehi. Trupin tim e kaploi harmonia dhe qetësia. E përsërisni këtë fjali lehtas rreth 10 minuta në mbrëmje para gjumit, si dhe në mëngjes pas zgjimit. Pas çdo përsëritjeje, vlera emocionale e qëndrimit tuaj mendor rritet. Po qëse në përditshmëri vini në situatë t'i ktheheni shprehisë së keqe, përsëritjani vetes fjalin e cekur. Po ju përmbajtët metodës së përshkruar, ndërdia do ta pranojë idenë e sugjeruar dhe do t'ju pasojë rezultati i pritur. Teknika e të shprehurit të mirënjohjes. Në Bibël, Pali na këshillon që kërkesat tona t'i nxjerrim në dritën e ditës, duke lavdëruar Zotin dhe duke ju falenderuar atij. Kjo metodë thjeshtë e lutjes ndonjëherë sjell rezultate të jashtëzakonshme. Zemra e mirënjohëse është gjithnjë e afërt me fuqitë krijuese të gjithësisë, të cilat në pajtim me ligjin kozmik të aksionit dhe të reaksionit e furnizojnë atë me sasi të nevojshme të energjisë pozitive. Për shembull, Jati i premton të birit se për diplomim do t'i blej automobil. Djaloshi ende nuk e ka marrë automobilin, mirëpo shteti i lumtur dhe mirënjohës është një lloj gëzuar sikurse ta kishte pranuar tani këtë dhuratë. Ai është i bindur se babai do ta mbajë premtimin, kështu që edhe pse objektivisht dhuratën s'e ka pranuar, atë e përshkon ndjenja e mirënjohjes. Në të vërtetë, dhuratën e ka marrë, por vetëm në mendime.
Do t'ju përshkruaj mënyrën e përdorimit të teknikës së zotit Broke, me të cilën ai arriti rezultate të jashtëzakonshme. Me një rast i kishte thënë vetes, faturat e papaguara po më grumbullohen, kam mbetur pa punë, kam 3 fëmijë, ndërsa në anën tjetër nuk kam asnjë para në llogari. Çfarë të bëj? Pas kësaj, ai rregullisht në mëngjes dhe në mbrëmje, plot 3 javë i përsëriste fjalët: të falenderohem ty o Zot për pasurinë që kam. Gjatë kësaj, ai gjithmonë ndjehej i çlodhur, i qetë dhe i mbështetej ndjenjës së mirënjohjes së thellë. Paramendonte se i drejtohej inteligjencës së paskajshme të brendisë së vet, i vetëdijshëm se këtë fuqi krijuese nuk mund ta shihte. Në të vërtetë, ai shihte mendimin e syrit të vet mendor, mendimin e ndjenjave, dëshirave dhe synimeve të veta. Mendimi i lindur në mendjen e tij paraqet esencën e pasurisë si të tillë të pangarkuar me parakushte. Duke përsëritur pa ndërprerë fjalinë të falenderohem ty o Zot, ai e ngriti zemrën dhe mendjen e vet deri në shkallën e përvetësimit të esencës. Sa herë që mendimet ja kaplonte frika, varfëria, mjerimi dhe brenga, i përsëriste fjalët e njëjta. E dinte mirë se po e mbajti me çdo kush qëndrimin e mirënjohjes, mendja e tij thjesht do të fillojë të veprojë në pajtim me idenë e pasurisë. Ashtu edhe ndodhi. Pas një kohe të caktuar dhe pas një varg përsëritjesh të njëpasnjëshme të lutjeve të përshkruara, zoti Broke rastësisht pas 20 vjetësh e takoi punëdhënësin e vet të dikurshëm, i cili i kishte ofruar punë të jashtëzakonshme. Ai po ashtu i kishte dhënë hua $500. Sot zoti Broke është nënkryetar i një kompanie të madhe. Paracakohesh, më tha, kur nuk do ta harroj çudinë që na i solli thënia të falenderohem ty, o Zot. Metoda e pohimit pozitiv. Efektin që te njeriu do të arrijë ndonjë pohim pozitiv kryesisht varet nga të kuptuarit e vërtetësisë dhe të domethënies së qëndrimit se gjatë lutjes nuk ka efekt përsëritja e thatë. Pra, forca e pohimit qëndron në përdorimin e mençur të thelbit të tij. Ja shembulli që më së miri do ta sqaroj këtë. Duke patur për detyrë t'i mbledh sa bëjnë 3+3, nxënësi në tabele shënon 7-shin. Mësuesi me rregulla matematikore konstaton se 3+3 bëjnë 6. Sipas pohimit të tij, nxënësi e ndryshon edhe llogaritjen e vet në tabelë. Duhet pasur ndërmend se nuk e bëri pohimi i mësuesit që 3+3 bën 6, sepse kjo është aksion matematikore. Pra, aksioma matematikore është ajo që e shtyn nxënësit ta ndryshojë rezultatin. Ngjashëm me këtë, nuk është normale të jesh i sëmur, normale është të jesh i shëndosh. Shëndeti është e vërteta e qenies suaj. Po u paraqitet me pohim pozitiv të shëndeti juaj, të harmonisë dhe të qetësisë, si dhe po e kuptuat se kjo ka të bëjë me principet universale të qenies suaj, plotësisht do t'i ndryshoni pikpamjet negative të ndërdijes suaj. Rezultati i paraqitjes me pohim pozitiv gjatë veprimit të lutjes varet nga pranimi i principeve jetësore si të tilla, sepse duhet ditur se ekziston principi i saktësisë matematikore, por jo edhe ai i gabimit. Ekziston principi i realitetit, por jo edhe ai i pandershmërisë. Ekziston principi i dijes, por jo edhe ai i mërzisë. Ekziston principi i pajtimit, por jo edhe ai i mos pajtimit. Ekziston principi i shëndetit të mirë, por jo edhe ai i sëmundjes. Ekziston principi i pasurisë, por jo edhe ai i varfërisë. Shkrimtari, duke punuar me të motrën, e cila duhet i nënshtrohej operacionit të nxjerrjes së gurit nga tëmbli, e ka përdorur principin e pohimit pozitiv. Diagnoza është konstatuar në bazë të analizës së gjakut dhe në bazë të incizimeve rentgenologjike. E motra i ndodhej në Angli, gati 10.000 kilometra larg tij. Më kishte porositur që të lutesha për të. E kështu edhe unë veprova, sepse principi mendor nuk e njeh as ndasin kohore e as atë hapësinore.
Inteligjenca e paskajshme me tërsinë e vet njëherësh është e pranishme në çdo pikë. Nga mendja ime I pata eliminuar të gjitha mendimet në lidhje me simptomat e sëmundjes së motrës atë gjendjes së saj trupore. Lutja përbëhen nga pohimi pozitiv jues. Kjo lutje I kushtohet motrës sime Katerinës. Ajo është e çlodhur, e pushuar, e drejt peshuar, e heshtur dhe e matur. Mençuria shëruese e ndërdijes së saj që ja ka krijuar trupin, tash I reke transformimit të secilës qelis, të secilit nerv, të secilit ind, të secilit muskul dhe të secilit asht të qenjes së saj, në pajtim me modelin e përsosur të gjitha organeve të vendosura në ndërdijen e saj. Heshtazi edhe në mënyrë të qetë, të gjitha çrregullimet nga ndërdija e saj zhduken dhe treten përgjithmonë, ndërsa vitaliteti, tërësia dhe bukuria të jetuarit ngadalë e plotësojnë secilin atom të qenjes së saj. Katerina qëndron e hapur para rrymave shëruese, ato por si lumë rrjedhin nëpër të, duke ja kthyer shëndetin, harmoninë dhe qetësinë. Oqeani I pafund I dashurisë dhe I qetësisë I azgjësoi të gjitha çrregullimet dhe shfaqjet e pakëndshme. Katerina është shëruar. Vargun e cekur të pohimeve e thoja disa herë në ditë. Pas 2 javësh, analizat të cilave ju kishte nënshtruar motra ime treguan shërim të pabesueshëm, madje edhe incizimi rentgenologjik ishte negativ. Të pohosh do të thotë të thuash se punët qëndrojnë kështu e kështu, por që se mbani qëndrim mendor ndaj gjendjes që me anë të pohimit e shprehni, pavarësisht nga faktet dhe nga provat se e vërteta është krejtësisht ndryshe, lutja do t'ju pranohet dhe do t'ju plotësohet. Mendimi vetëm mund të pohoj, sepse madje edhe në rast se kundërshtoni, ju në të vërtetë pohoni se ekziston ajo që kundërshtoni. Të përsëriturit të pohimit pozitiv krahas kuptueshmërisë së arsyes për çka ajo pranohet, e shtyn vetëdijen që ta pranoj pohimin si plotësisht të vërtetë. Prandaj pa ndërprerë, përsërisni të vërtetat jetësore përderisa ndërdija juaj të mos ketë filluar të reagojë në mënyrë të detyruar.